qoftë se sot ekipi kombëtar mund të ketë një komoditet që mund të zhvillojë disa ndeshje miqësore, atëherë me përshtim ndeshjeve të eliminatorëve nuk mund të zhvillohesh asnjë ndeshje miqësore brenda dhe jashtë vendit, për arsye të situatës që ka qenë politike. Megjithatë, ndeshja atë vit, atë kohë domethënë kanë qenë ndeshje shumë të forta, përballje shumë të forta, domethënë ne shkëshim gjithmonë si inferior, ndërsa sot ndryshon. Me të vërtetë është ajo që tërgosh dy fitore me Poloninë dhe 10 humbje, po sot flasim ndryshe, nuk janë këto shifra, ky bilanc domethënë, sepse jemi rrit shumë herë më tepër se atëherë. Megjithatë ka qenë një ndeshje e fortë, një ndeshje kujtoj që ka humbur shumë raste. Pavarësisht kësaj, goli që kemi mësuar ka qenë sa kujtoj një aksidental gol. Karambol doli topi dhe gjuan që shënon golin. Megjithatë prap mendoj që t'i kthehemi ndeshjes tjetër, ndeshjes që kemi pas 3 javësh, jam besim plot për një kualifikim ose një fitore të ekipit tonë kombëtar.